Të nderuar ju që keni kaluar jetët më të mirë, të përtas më shumë? Jo, veç afroj. Pjesën më të mirë të jetës në këtë kazamat, shkëlqësia ambasador, zonja dhe zotërin, është hera parë që në Spaç shikoj një prani të konsiderueshme të komunitetit ndërkombëtar. Të qohet shumë mirë në salë. Dhe për mua kjo është një shenjë shumë e mirë për përpjekjet e vazhdueshme edhe për qëllimin që ne kemi. Tani kam këtë. Për një vazhdimsi Është një burr aty që më ral. të një dialogu shoqëror në këtë vend, i cili ka vuajtur kaq shumë. 52 vite më parë, një glith në një agoni, një burg kolektiv, u bë si një thirrje drejtuar atyre që mbasi edhe nuk dëgjonin. Mikrofonin do ty llafë. Por kjo thirrje vinte nga ndjenja e atyre njerëzve të cilët mbi të gjitha kishin vullnetin e tyre të lirë. Ata ishin shumë të ndërgjegjshëm për fatin e tyre. Me këtë futën pastaj. Por gjetën kurajon që të bënin thirrje dhe të artikulojnë shumë qartë që e donin Shqipërinë si gjithë Evropa. Por 52 vite më vonë, shpeshherë bëj pyetjen se sa është nderuar dhe respektuar sakrifica e këtyre njerëzve, edhe disa prej jush që jeni sot këtu. Ato ta lë pak telefonin pastaj. Dhe sa shoqëria ka qenë e drejtë ndaj jush, dhe sa ne kemi arritur t'i përbrendësojmë këto vlera mbi të cilat ato klithma në vitin 73 u bë. Ashtu siç tha ambasadori, integrimi në Bashkimin Evropian nuk është një çështje teknike e hapje mbyllje e kapitujsh. Nuk është vetëm ajo. Nuk është vetëm një plotësim i standardeve teknike. Vetëm. Por është edhe qëndrimi jonë ndaj së kaluarës. Shqipëria, për fat të keq, akoma nuk ka arritur të mbyll plagët e së kaluarës. Dhe prandaj ne jemi këtu për të mbështetur përpjekjet për një dialog shoqëror që t'i ofrohet viktimave dhe familjeve të tyre një mbyllje e kësaj plage, e cila për më shumë se gjysmë shekulli akoma vazhdon të lëngoj këtë shoqëri. Por nuk është vetëm përgjegjësi ligjore, institucionale e shtetit për të kujdesur dhe për ta trajtuar në të kaluarën me dinjitet dhe respekt, por është edhe detyrim i një shoqërie e cila do të arrijë standardet, do të arrijë vlerat universale dhe demokratike në këtë vend. Ne do të vazhdojmë të përkrahim komunitetin e shpërndjekurve, organizatat jo qeveritare, por dhe autoritetet shqiptare në këto përpjekje për të krijuar një sinergji dhe për të bërë atë që mund të bëhet më të mirën në mënyrë që çështja e së kaluarës të trajtohet me një respekt. Faleminderit shumë.